Hungaria shprehet kundër kandidimit të kryeministrit holandez Mark Rutte për postin e sekretarit të ardhshëm të NATO-s. Ministri i jashtëm hungarez ka thënë gjatë një konferencë përshtyp se vendi i tij nuk do ta mbështesë kryeministrin holandez për këtë post. Siç raporton The Guardian, Rutte, i cili është në krye të shtetit holandez, tashmë ka fituar mbështetjen e shumicës së vendeve anëtare të NATO-s. Holanda gjatë viteve të fundit është ndër vendet më të zhurmshme brenda Bashkimit Evropian që kanë ngritur zërin mbi frikën se Hungaria është duke rrëshqitur nga demokracia. Në 2020, kryeministri Viktor Orban tha se nuk e di nëse për arsye personale e urren kryeministrin holandez atë apo Hungarin. Ndërkaq një vit më vonë, në një samit kur ishin rritur tensionet mes liderëve për shkak të ligjit kundër LGBT-s në Hungari, Mark Rutte tha se Hungaria duhet të respektojë të drejtat fundamentale ose të largohet. Qëllimi im është ta gjunjëzoj Hungarin lidhur me këtë çështje, tha Rutte aso kohë. Ne nuk e mbështesim zgjedhjen e personit në pozitën e të parit të NATO-s, i cili më parë kishte dashur ta detyrojë Hungarin të gjunjëzohet, tha ministri i jashtëm hungarez.